një prej vendeve më të çuditshme të botës. Jam në kryeqytetin e Republikës ose të shtetit më të çuditshëm të globit, në Karies. Quhet kryeqyteti, është një kryeqytet që ka 4 shtëpi këtej, 4 shtëpi andej, vetëm një rrugë përballë. Është kryeqyteti i shtetit monastirik të Malit të Shenjtë, ose siç njihet në gjuhën të disa vendeve tjera, të Republikës Murgjërore të Malit të Shenjtë. Jam në Malin e Shenjtë Atos, një prej vendeve më të rralla, më spirituale dhe më të çuditshme të botës, një qendër e rëndësishme e besimit ortodoks dhe po e quaj dedikimit të ndaj Zotit. Shteti i Atosit është një prej shteteve më të vjetër të botës, edhe pse shumë pak i njohur. Jam në qendër të qytetit Karies, i cili në këtë pjesë ka parlamentin. Parlamenti është shumë i çuditshëm, sepse është një parlament në të cilin nuk ka deputet, por ka përfaqësues të 20 manastireve që përbëjnë Malin Atos, pra shtetin e Atosit. Janë 20 manastire, një përfaqësues i cilit prej tyre mblidhet për të zgjedhur kryetarin e Këshillit të Shenjtë. Parlamenti quhet Këshilli i Shenjtë. Kryetari i Malit Atos ose i Këshillit të Shenjtë zgjedhet nga një prej manastireve. Ktu është kisha kryesore në të cilën kryeqytetit, në të cilën ndodhet gjithashtu një ikonë shumë e rrallë, me një rëndësi shumë të madhe për besimin ortodoks. Ndërkohë që parlamenti ka edhe qeverinë e tij, përballë janë zyrat e policisë, ka policinë e tij, ka të gjitha strukturat e një shteti dhe administrimin. Ka shumë histori për Malin Atos, por po filloj nga e para. Është krijuar rreth vitit 960, kur një grup murgjish mbritën dhe ndërtuan manastirin e Lavrosit, që është manastiri më i vjetër i zonës. U ndërtua rreth vitit 960, po që prej 1000 e ca vjetësh, që prej vitit 1046, asnjë grua nuk lejohet të hyjë brenda Malit të Shenjtë. Legjenda tregon që Shënmëria mbriti në Malin Atos, e pëlqeu atë, e bekoi dhe që nga i moment të gjithë murgjit mund të shohin vetëm një imazh gruaje, vetëm atë të ikonës së Shënmërisë dhe nuk lejohet asnjë imazh tjetër. Nuk lejohet madje as kafshët femra, me përshtim të maceve, zogjve, bledhve dhe mizave që nuk mund ndalohen, çdo kafshë tjetër femër ndalohet. Është i mbyllur, është në zonën, në atë që quhet gishti i tretë më lindor i Halkidikis dhe është 335 kilometra katror. Është 10 herë Monte Carlo, po themi, dominohet nga Mali Atos që është 2035 metra i lartë. Është i mbyllur në kufirin me Greqinë, ka pasaportën e tij, ka nevojë për vizë për të hyrë brenda tij. Është pasuria UNESCO-s që prej vitit 1988 është një prej vendeve më spirituale të botës që administrohet nga vetë murgjit. Të 20 manastiret janë si shteten vetvete, pra kanë vetë administrimin e tyre dhe vetëm kur mblidhen me Këshillin e Shenjtë fillojnë të funksionojnë. I gjithë kryeqyteti është pak a shumë kaq, ka dhe një rrugicë në këtë drejtim dhe një rrugicë në drejtimin tjetër, ndodhet në mes në zemër, ndërkohë që pjesa tjetër e manastireve janë të shtrirë përgjatë Bregdetit. Ka disa manastire, ka manastiret grek, ka manastire rus, ka manastire serb, ka manastire bulgar, ka manastire gjeorgjan, ka dhe kisha që rumune, cilat nuk kanë statusin e manastirit, por janë kisha. E veçanta e tij është se këtu ndodhen disa nga reliket më të rëndësishme të botës ortodokse. Një prej tyre është rripi i mesit i Shënmërisë, që mbahet në një manastir këtu dhe që vetëm 2 herë ka dalë nga Mali Atos. Një herë është dërguar në Moskë dhe një herë tjetër në Athinë. Ai është gjithmonë ruhet në një kuti argjendi të larë me ar dhe konsiderohet një prej relikeve më të rëndësishme të religjioze të botës dhe një prej relikeve më të rëndësishme të botës ortodokse. Një tjetër është ikona e famshme e cila pretendohet që ka ardhur duke lundruar nga Konstantinopoja. Ajo ndodhet në një manastir tjetër këtu pranë dhe është hedhur në Konstantinopoj në det që të mos merrej nga Osmanët, ka lundruar jo shtrirë,
po drejt, thot legjenda, derisa mbriti në manastirin e Malit Athos, ku ndodhet ende sot dhe i ka dhënë strukturën, i ka dhënë emrin dhe famën manastirit. Një sër relikesh tjera, po ashtu gjenden, një prej tyre është në kishën qendrore, një prej relikeve më të famshme të botës ortodokse. Mali Athos, që është shumë interesant, duhet vish e para njerë, është një vend ku nuk paguhet me para, ti paguan vetëm vizën për tyre, më pas ushqimi dhe fjetja janë gjithmonë mbulohen nga murgjit. Murgjit të japin ushqim dhe të mbajnë të flesh në manastiret e tyre pa pasur pagesë. Çdo gjë tjetër ata e sigurojnë në vetë punësim, pra duke u munduar të punësohen vetë për të prodhojnë prodhimet bujqësore dhe gjithçka tjetër. Ndërkohë që janë rreth 2500 murgjë dhe 3000 të tjerë që janë punonjës, punëtor, të cilët vinë nga vende të ndryshme, por më shumë se sa gjysmë e tyre janë shqiptarë që punojnë kryesisht në ndërtim, në restaurimin e manastireve, po dhe në punët e tjera të përditshme. Është interesant se në malin e shenjtë nuk lejohet të ushqehesh me mish, pra nuk gatuhet mishi, 3 herë në javë nuk gatuhet, nuk përdoret vaji i ullirit dhe ka ritualet e tij. Funksionon mbi bazën e ligjeve kanonike që nuk kanë lidhje me ligjet e shtetit grek dhe është tash një territor në cilin dominojnë murgjit dhe po quaj ajo pjesa e ndjesive shpirtërore, fetare, religjioze. Mali Athos është i lidhur fort me Shqipërinë. Ka të paktën 2 histori të lidhura. E para, vëllai i Skënderbeut, Reposh Kastrioti, një prej vllai i tij i madh, një prej djemve të Gjon Kastriotit, u dorëzua murg në emrin Murg Mihalin vitin 1431 në Malin Athos, në manastirin e Hilandit dhe vdiq këtu në vitin 1435. Në dokumenta shkruhet një princ arbëror që ju dedikua Zotit. Ai është varrosur në manastir në emrin Murgu Mihal, princi i arbërisë. Pretendohet që dhe Gjon Kastrioti është varrosur në të njëjtin manastir, por në fakt kjo nuk vërtetohet nga historiografia shqiptare. Sot manastiri është manastir serb, është vështirë që të hysh, por gjithsesi një prej gjërave të vërtetuar, pra është i vllai vetëm i Skënderbeut që i vërtetohet vendvarrimi dhe data e vdekjes. E dyta është që në Malin Athos ka punuar një prej njerëzve më të rëndësishëm të muzikës shqiptare, Jan Kukuzeli, i lindur në Durrës, më pas i transferuar në oborrin e perandorit të Bizantit, ai erdhi dhe u mbyll në Malin Athos, në manastirin e Lavrosit, ku ju dedikua muzikës dhe ku u njoh si një prej muzikantëve më të mëdhej të kohës tij. Sipas gojdhënave, kur ai këndonte dhe delet fillonin të kërcenin. Jan Kukuzeli po ashtu vdiq në Malin Athos dhe është varrosur këtu. Ndërkohë që në kohën e lindjes kombëtare shqiptare, një pjesë personazhesh të rëndësishëm ortodoks të rilindjes kombëtare gjetën stre në Malin Athos për të mbrojtur nga persekutimi i osmanëve. Sot është një vend i mbushur me turistë, një vend mjaft interesant që vlen ta vizitosh. Çdo gjë është prej guri, çdo gjë ka lidhje me besimin fetar. Është i mbushur me murg midis cilëve edhe shqiptar, jo vetëm ata që punojnë. Por gjithsesi, është vendi 158 që unë po vizitoj, një vend shumë interesant sepse është ndryshe nga çdo pjesë tjetër që kam vizituar deri tani. Dikush më thotë ka një status si Vatikani, por është më ndryshe sepse është aq i izoluar dhe duhet përdorësh vetëm ardhjen nga deti për të mbritur këtu, në një vend ku prej 1000 vjetësh nuk ka shkelur këmba e asnjë gruaje. Nga Mali Athos.